Hello, përshëndetje, mirë se erdhët në videon time të radhës. Unë quhem Silvia, për të gjithë ju që nuk më njihni, dhe ju ndodheni në kanalin tim të YouTube-it. Për të gjithë ju që shikoni gjithmonë videot e mia, atëherë ju falenderoj shumë nga zemra dhe mirë se jeni rikthyer tek vlogjet e mia të përjavshme. Sot është ditë e shtunë, unë jam bërë gati, jam veshur shumë thjesht sot, shumë bazike, dhe më duhet që të shkoj te dyqanet e thrift, sepse dua të blej një stol nga ato që përdoren për sete fotografike, që janë kështu të lartë, dhe po shpresoj shumë që të arrit ta gjej tek thrifti, sepse dua që të përgatis fotot e ditëlindjes. Dhe shpresoj shumë që fotot të dalin të bukura, sepse në mendjen time kam krijuar domethënë idera shumë të bukura, por shpresoj që të arrit dhe t'i realizoj tamam. Atëherë mezi sajova telefonin këtu te pjesa e timonit dhe dua t'ju tregoj pak një ginger shot të cilin unë e kam bler dje tek Giant dhe është me ginger edhe me limon. Edhe kjo kushtoi $4. Unë në fakt doja që ta përgatis vetë në shtëpi, por thash të marr të provoj një herë këto të marketit se si duken, edhe kjo është komplet organike dhe limoni dhe gingeri. Duhet që ta pim esëll në mëngjes, por unë në fakt kam ngrënë një pancakes, gjithashtu kam bler dhe kafen, kështu që ta provoj tani dhe shpresoj që të jetë e mirë. Atëherë unë me sa arrit të kuptoj, ka më shumë limon se sa ginger, por ta provoj, unë vdes për ginger në fakt, por shpresoj që të jetë aq e mirë sa unë dua. Okej, mirë është ma përvëlloj fytin. Është e mirë, por nuk më pëlqen gingeri, me gingerin jam okej, por nuk më pëlqen shija e limonit, më duket sigurisht një limon që këdi. Ose thjesht është pak spicy. Dan. Atëherë kaq për hapjen e këtij vlogu, kështu që ne tani bashkë do ikim tek thrifti dhe shikojmë se çfarë do arrim të gjejmë. Kështu që shifemi. Me outfitin tim tregova, kam veshur përsëri këtë bluzën me të cilën jam fiksuar, çantën e obegut të zezë dhe kam veshur komplet me të zeza dhe atletet e bardha. Në shtëpi, mbaruam të gjitha këto blerjet e vogla që duhet të bënim tek thrifti, por nuk arritëm të gjenim dot gjën për të cilën unë shkova për atë stolin, sepse realisht nuk kishte, kështu që po t'rregoj pak rrobat që kam gjetur tek thrifti. Kam marrë këtë cropin, e di që këtu është bërë pak me make-up, sepse unë e provova, edhe nuk është shumë i shkurtër, pra arrit shumë mirë, ishte masa S dhe ishte $5. Gjëja tjetër që gjeta pastaj ishte kjo bluza, këtë mora gjithashtu për palestër, është e zezë me krah të gjata. Edhe kjo rinte shumë mirë, se mos me kolanet që kam veshur tani, kombinonte zakonisht shumë, edhe kjo ishte $6. Edhe kjo më duket se ishte masa S. Gjëja e fundit për jo nga rëndësia dhe që mua më pëlqeu më shumë, ishte ky seti për palestër. Ky është prap me të ngjyrën e verdhë, që ka dalë zakonisht shumë në modë tani. Edhe ka shumë të bukura dhe këto detajet këtu tek këmba. Dhe ishte shumë i mirë sepse rrinin këto kolanet rrinin deri të lartë, pra ishin me berë shumë të lartë. Edhe kropi ishte gjithashtu i verdhë. Është shumë i lezetshëm, nga mbrapa ka këtë prerjen kështu të bukur. Pra, $9 komplet set. Kaq ishin të gjitha gjërat që unë mora tek thrifti. Tani do t'ju tregoj pak gjëra që shoqja ime ka porositur në Amazon për ditëlindjen time. I hapim bashkë të shikojmë se çfarë ka. Të parat janë këto fjongot e zeza, të cilat ne do t'i vendosim tek torta. Atëherë torta dhe gjithë komplet backgroundi dhe gjërat që unë dua të bëj për ditëlindje, dua që të jenë të bardha dhe me këto fjongot e zeza. Siç mund ta keni parë, Pinteresti është mbushur plot me inspirimet të tortës së bardhë, me fjongot të zeza. Unë gjithashtu kam vendosur një kornizë aty lart me tortën siç unë e dua për ditëlindje. Edhe këto fjongot e zeza janë kështu, por kanë edhe këtë pjesën e cila vjen si kapse, që ti mund ta vendosësh tek torta. Edhe më pëlqen shumë sepse që nga material shumë i mirë, edhe këto fjongot, upse prisha. Edhe po thosha, këto fjongot janë të gjata, se unë kështu i doja. Edhe kjo vendoset mbi tortën. Pra këto vendoset e torta, në disa fjongot do zbukurojnë komplet tortën nga ana. Gjëja tjetër pastaj janë këto fjongot, po duket se varen edhe lexojnë happy birthday, pra happy birthday dhe gjithashtu ka dhe fjongot. Gjëja tjetër pastaj janë këto mbulesat e tavolinës, por unë nuk po i hap, këto janë dy sete brenda, janë të bardha me këto fjongot e zeza. Dua që të marr tumbace të bardha dhe kam një shiri të zi, siç janë këto fjongot e vogla që ne blem në Amazon, por unë t'i krijoj vetë dhe do t'i ngjis tek tumbace. Tregoj edhe gjën e fundit, e cila është një banner që lexon besoj happy birthday, nuk e kam ide mirë. Okej, që nga gjigante. Okej. Atë këto ishin të gjitha gjërat që doja t'ju tregoja për tani, edhe nuk e di nëse do t'ju tregoj gjë tjetër më vonë, por nëse nuk shkojmë, ju e dini se si gjithmonë do të shihemi nesër.
Hello nga dita tjetër e këtij vlogut. Unë dje nuk bëra mbyllje për vlogun sepse nuk e mbaj mend se çfarë kam xhiruar dhe se çfarë kam bërë mbrëm, do të thënë kam qenë jashtëzakonisht shumë hallakatur dhe kam pasur shumë gjëra për të bërë. Por sot jemi të zgjuar me energji të mirë dhe kanë shqyrë Zoti na ka dalë dielli, por është -5 gradë shtot. Dhe unë sot kam veshur këtë fustanin i cili ka golf që të jem sa më ngrohtë edhe rehat. Fustani është i shkurtër. Okej, besoj se arrin të dallohet dhe kam veshur me çizmet kafe që kam marrë tek Primarku. Gjithashtu kam vendosur edhe këtë riping tuaj të bëj pak të prerje, mos të jetë komplet i lëshuar dhe bëra edhe flokët kaçurela. Nuk më kanë dalë shumë mirë sot sepse natën kam fjetur shumë keq, më thonë rrotulluar sande këtej. Me kështë lëvizur pjesa që bëj kaçurelat. Do vesh edhe këtë pallton, e cila është e hollë, se duke qenë se fustani është goxha i trash, nuk dua që të kem vap. Edhe pse te qendra tregtare nuk do ta marr pallton me vete, do lë në makinë. Sepse e dini që në qendra tregtare bëhet jashtëzakonisht shumë vap. Kështu që po mendoj ta mbaj të mbërthyer, sa të lëvizur pak. Gjithashtu do marr edhe çantën kafe, Calvin Klein, që të kombinoj edhe me çizmet. Dhe besoj kombinon shumë mirë në outfitin tim. Do vendos edhe syzet e diellit. Dhe tani shpejt e shpejt për tek qendra tregtare se Oleni po pret. Atëherë tani sapo erdhëm tek qendra tregtare që kemi këtu afër. Në fakt donin të shkonin tek Willow Grove, por Oleni tha është pak larg, do pasim 2-3 orë të mira thjesht për të ardhur vërdall, plus rruga një orë gjysmore të vesh dhe gjysmore të kthehesh. Kështu që vendosëm të vinte kjo që është këtu afër dhe moroni fat që të gjej një fustan të bukur të HM-ja. Ky është edhe total outfiti im. E di që ngjyra në kamerë ngjan pak si me verdh, por nuk është aq e verdhë sa duket. Edhe unë tani zgjodha të provoj këtë fustanin, është i vetmi që më pëlqeu tek HM-ja, por nuk e sa pëlqeu aq shumë. Kështu që thjesht po provoj tani për ta parë se si duket edhe ta shohim mbasi si do më rri. Atëherë fustani duket kështu. Mendoj se më shkon, por problemi është që është për përdita dhe jo për ditëlindja, se është material goxha i trasht. Ka dhe këto kopsat këtu që i ka shumë të bukura, por këto kopsat po të vini re në profil qëndrojnë pak të hapura, kështu që as për përdita nuk është. Atëherë po dal të shikoj të dyqanet e tjera dhe të shikojmë nëse do arrim të gjejmë ndonjë gjë të hajrit. Forever 21 dhe duhesh të provoj këtë që është i zi i gjatë edhe këtë tjetri që është i zi dhe i gjatë, kështu që të provojmë bashkë edhe është pëse të marri mirë. Edhe kështu duket fustani i parë. I njerojni çizme, se normalisht nuk e vishat me çizme, por nuk e di s'kom pëlqej edhe shumë. Edhe ky është fustani tjetër, mendoj se ky rri më mirë, edhe është i gjatë deri poshtë. Edhe si gjithmonë duhet i njeroni çizmet e mia dhe mendoj se më rri më mirë se tjetri. Por prapë nuk është sa më pëlqen në gjë pshëti. Dhe çaj. I was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. Tani sa përmbaruam nga qendra tregtare, unë zgjedha një fustan tek Forever 21, ishte i thjeshtë, i lezetshëm edhe për ditëlindje. Oleni në fakt pëlqeu disa të tjerë që ishin të bardhë dhe kështu, por mendova që të shkoja më mirë me një zgjedhje të sigurt që është një fustan i zi. Oleni gjithashtu mori një parfum të Hugo Bossi tek Messi, ta tregoj pastaj kur të shkojmë tek makina dhe kaq që ishte dhe aventura jonë në qendrën tregtare. Unë të them që unë jam shumë e lodhur dhe kemi bërë shumë mirë që nuk shkuam tek qendra tjetër tregtare sepse do isha bërë telef. Sepse ajo është gjigante, është shumë herë më e madhe se ajo që ne jemi sot. Ne po ikim në shtëpi, marrim diçka për të ngrënë të thjeshtë shpejt edhe të rinë të qetësohemi. Atë t'ju tregoj pak shpejt parfumin siç ju premtova. Okej. I kemi këtu. Atëherë parfumi që Oleni zgjodhi ishte ky nga Hugo Bossi dhe sapo e provuan na pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Ishte vërtet shumë i mirë dhe ka notat më shumë me citrus fruit dhe apple, por ishte vërtet shumë i mirë. E goca në fakt e gruaja na sugjeroi 1 million, por problemi është që 1 million është shumë i rëndë. Gjithashtu na dha dhe një tester, ishte ky shower jelly prap nga Hugo Bossi. Për ta provuar ishte edhe një sample nga Gucci Guilty Black.
Edhe ky ishte shumë aromë mirë. Ka këtu sampullin e vogël. Edhe ishte perfekt. Edhe gjithë fatura shkoi 120. Është këto. Atëherë tani po ikim sepse na duhet të marrim një tortë për ditëlindjen time, ndërsa fustani që mora tek Forever 21 nuk do të tregoj sepse dua që të shikoni fotot kur unë t'i postoj në Instagram. Kështu që nëse nuk më ndiqni në Instagram, atëherë ju ftoj të më bëni follow edhe të shikoni fotot e bukura që unë do realizoj për ditëlindje. Shpresoj të dalin të bukura sepse unë stresohem gjithmonë shumë me gjërat edhe kur stresohen ose më dalin mirë ose më dalin shumë keq. Atëherë tani po ikim dhe shihemi. Në tek Këbës marketi përveç të tortave dhe gjërat tjera që morëm, kemi marrë një nga këto kaushët që unë i haja shumë në Shqipëri dhe dua që ta provoj tani me ju se si do jetë. Por di që do bëhemi super zhull se ka këtë sheqerin pudër nga lart. Okej, Oleni e provoi dhe tha që ishte shumë e mirë, në fakt e hëngri. Mendoj se në Saran di bëjmë të mira. Që nga super e mirë. Atëherë ne erdhëm në shtëpi pasi mbaruam të gjitha punët që kishim për të bërë para dite dhe tani un jam ulur pak këtu në tokë siç e shikoni sepse realisht ndihem pak më rehat këtu. Edhe po bëj disa tullumbace gati për ditëlindjen time. Thjesht I kam vendosur këto si shirita të vegjël dhe gjithashtu kam krijuar këto fjongot. Atëherë po përdor këtë shiritin I cili është I holl, te kam marrë tek Walmarti. Dhe te $1 kam marrë këto ngjitse të cilat janë për tullumbace. Janë kështu si pika të vogla, pa rini të dalloni këtu tek fotoja. Po tregoj pak shpejt e shpejt se çfarë mora dje tek Walmarti, sepse nuk filmova më në darkë, se isha shumë e lodhur. Kam marrë këto pjata për ditëlindjen time, kam marrë 2 madhësi, 3 pako nga këto që janë kështu pak më të mëdha dhe 3 pako nga këto që janë më të vogla, po këto që nga njësoj. Okej, qeta. Atëherë këto janë të mëdha dhe këto janë më të vogla. Këto I mora për ëmbëlsirën, ndërsa këto I mora për të ngrënë picat edhe nuk e kam vendosur akoma se çfarë do gatuaj për të puna, po mendoj të disa brusketa, po mendoj që të çoj fruta përveç picave, po mendoj që të çoj normalisht kola dhe Fanta, po mendoj të bëj diçka që quhet kish, edhe është me vezë të rraura, me perime dhe piqet në furrë, kështu që po mendoj që të bëj edhe atë. Edhe kartepecetat I mora njësoj si pjatat, kam marrë shumë pako me kartepeceta, dhe gjithashtu kam marrë pirun lugë dhe thika plastike, I mora nga këto që janë gol, besoj se shkojnë me pjatat edhe me kartepeceta dhe kam marrë këto që janë party time edhe vendosen te koka, pra janë rreth që vendosen në kokë. Këto I mora në fakt për të vendosur tek puna. Unë tek puna nuk do arrit ta filmoj dot të gjithë pjesën e dekorimit edhe gjithë partin që ne do bëjmë, sepse nuk na lejohet që të filmoj me kamerë brenda dhe normalisht nuk do nxjerr në kamerë ata të punës sepse nuk duan që të dalin. Sepse është shumë çudi që këta këtu në Amerikë njëherë nuk kanë as WhatsApp, domethënë ka që trembur janë nga teknologjia dhe nga bota online, nuk e di pse. Okej, janë kështu party time edhe ne do t'i vëmë tek puna të gjitha gocat. Kam marrë një tortë e cila është me Ferrero për në shtëpi dhe me çokoladë që është super e mirë me zipo pres ta ham. Dërsa torta tjetër më duket se ishte me blueberry, dhe ishte shumë e mirë, duke shumë e mirë nga jashtë. Po kam marrë qirin. Okej, se po thosha mora tortën për qirin. Dhe qirin ti kam marrë kështu në ngjyrë floriri. Kështu duken dhe 30 dhe nuk më besoj që po bëj 30, domethënë më ka kap stresi. Ne po vazhdoj që të fryj tullumbacet, të bëj të gjithë dekorin e bukur, po mendoj që dekorin ta përgatis si sot aty mbrapa. Unë në fakt duhet I kisha bërë fotot që në mëngjes që kishte tripjelli, përse njusha këtu I lë çdo gjë në moment të fundit siç I lë gjithmonë. Kur mbaruam të gjitha punat para ditës dhe po ktheheshin në shtëpi, ja kam plasën ti çari, po kështu me ngashërim, tani që kujtoj më vjen për të qeshur, por realisht më mërzita shumë, sepse nuk ishim gjetur akoma tortën e bardhë, e cila ishte komplet e bardhë, domethënë pa fruta, pa absolutisht asnjë lloj dekori tjetër që të vendos ato fjongot që u tregova dje, që më ka marrë shoqja tek Amazon. Edhe isha kështu, më vinte të qaja, e torta që mora me blueberry, domethënë që mora për në punë, ishte komplet si e kuqe nga lart, por faleminderit shumë burrit tim I cili shkoi dhe më gjeti një tortë komplet të bardhë dhe më lumturoja zakonisht shumë. Atëherë po I them natën dhe ne bashkë do shihemi nesër. Nathan. No sé quién te dejó, pero amor créelo, que en un par de vidas ese sería yo. Te tiene que doler, pero ya déjalo, que él no es como todos y nadie es como yo. Si tú estás loco, te pongo high, tremendo
tirando flow, ready për kohë. Hello, nga dita tjetër, tani sa përda në shtëpi, kam orarin e drekës, gjysmë ora pushim. Edhe do ta marr një orë pushim sepse dua që të bëj fotot e bukura me backgroundin që unë kam krijuar këtu mbrapa. Kam vendosur lart Happy Birthday që ma ka marrë shoqja tek Amazoni, gjithashtu krijova edhe vetë këto tullumbacat e bukura me fjongo edhe me këto shirita që i varen kështu tek pjesa ku lidhet tullumbacja. Atëherë, duhet të marr frym njerëz sepse kanë nxituar zakonisht shumë tani që po vija në shtëpi dhe isha kështu me një frym sepse doja të mbaroj fotot sa më shpejt të mundem. Atëherë po nis nga fustani i cili është ky, është i zi, është rrjet i gjatë deri në pothuajse në fund të këmbëve, pra është poshtë gjurit. Edhe mora tek Forever 21, siç u tregova dje tek qendra tregtare, dhe ishte $30. Po dyqanit e qendra tregtare po mbyllej dhe kishin bërë zbritje 80%, kështu që më shkoi diku te 23-24. Atëherë, këtu do ta veshim pakës më vonë. Edhe kam tani dy lloje thonjsh që dua të vë. Do doja shumë të kisha këtu tani të më jepni mendimin tuaj. Të parët janë këta të gjatët, që duken kështu, por janë shumë të gjatë, të kuq. Ndërsa të tjerët janë këta të bardhët me gure. Nuk e di nëse këta me gure do më shkojnë apo jo dhe se sa do arrin të qëndrojnë në thua, por unë do t'i provoj një herë. Gjithashtu këtu kam dy buqeta me lule që mi ka marrë Oleni, janë dy kupa të ndryshme, por nuk e di, po mendoj të bëj një foto të bukur kështu me buqet, ndoshta duke më kishte marrë 3 burri. Po ja, mendoj dy janë okay. Edhe do bëj një foto kështu cute si duke mbajtur lulet, por nuk e di nëse duhet i heq nga kjo apo jo. Nuk kam shampanjën, të cilën nuk e kemi hapur, është një prosecco e thjesht, nuk është moet, sepse moetin do ta marrim tek udhëtimi që do shkojmë, se për pak e thash emrin e vendit ku do shkoj. Ndërsa kjo është torta që un kam zgjedhur. Është goxha e lartë se çunë dua, është e bardhë. Okej. Atëherë ndosur tek të banerin e bukur këtu mbrapa që lexon Happy Birthday dhe është me këtë fjongon e zezë të bukur të madhe. Atëherë po zbukurojmë direkt tortën, shpejt e shpejt. Këtë jam shumë emocionuar sepse sot është data 3 që unë po xhiroj këtë video. Dhe unë ditëlindjen e kam në datën 6 edhe nuk po e festoj, fotot po i bëj sot. Edhe po e festoj ditëlindjen tek puna nesër, që është data 4, sepse këtu në Amerikë nuk e kam problem ta festojnë ditëlindjen edhe më herët. Pra ne në Shqipëri kemi tërsi të themi gëzuar ditëlindjen përpara. Por duke qenë se këta zakonisht kështu e bëjnë, pra ne bëjmë parti që kemi tek puna gjithmonë të martë ose të mërkur, pra kur është e gjithë stafi në punë, se zakonisht nungojnë gjysma e stafit pra që vi një herë ose 2 herë në javë, edhe i bëjmë zakonisht të martën dhe të mërkurën. Ata personat, stafi do vi ditën e martë, pra nesër, kështu që detyrimisht unë duhet ta bëja ditëlindjen nesër. E di që për neve është pak ters, por nuk kemi se çfarë të bëjmë. Inshallah s'na shkojnë gjërat ters. Tani s'kam bërë as drek edhe më vjen të futem kësaj tortës kështu. Ta ha të gjithën se vërtet duket shumë shishme. Edhe mua nuk më pëlqejnë tortat me çokoladë, ndërsa Oleni dhe Raja i duan me çokoladë dhe në shtëpi kemi marrë atë Ferreron që ju thash. Tani do vendosim edhe këto Happy Birthday nga lart. Ups. Unë fakt do të marr frym, kam vetëm 45 minuta, në fakt gjysmë ore sa ndeshur akoma, nuk kam vendosur thonjtë dhe nuk e di se kur do t'i bëj të gjitha këto gjërat. Happy Birthday bie kështu. Okej, do vendos Happy Birthday, por nuk dua ta ul deri poshtë në fund. Do vendos edhe numrin 3-0. Do doja që të kisha një person në fakt tani në shtëpi që bëj fotot, që të më ndihmonte pak me fokusin e kamerës, sepse kam hasë ndonjë nga foto të më dali pak blurry, duke qenë se po i bëj vet. Okej, 30-ta, se mos e vë tresh. Okej. Por, duke qenë se Oleni është në punë dhe unë karita do t'i bëja foto dje, do vazhdoj me planet tona të momentit të fundit. Edhe kështu bëj gjithmonë, edhe kur kam punë për të mbaruar, do t'i lënë në sekondën e fundit, por është okay, s'kemi çfarë më bë. Duket shumë cute. Oh, duket shumë bukur. Dhe duket kaq cute, unë bëra edhe buzët e kuqe, edhe kam veshur edhe takat Calvin Klein, por të ta ul pak kamerën që t'i tregoj pak më shumë fustanin. Edhe takat duken kështu. Unë po e mbyll kamerën tani, po filloj të bëj fotot edhe të shihemi për pak. One time for the birthday chick, I'ma mess around buy you a birthday whip. 2 times for the birthday chick, I'ma mess around buy you some birthday gifts. It's your birthday, happy birthday. Lil Shanae, Louis V8 for your birthday. Earring, ring, diamonds. Earring, ring, shining. Hair done, nails done, makeup. I wanna break up just to make up. I adore you, so I Dior you. Is it too